përgjigj PDK-ja si subjekt politik me gjuhën që meritojnë duke dënu natyrisht dhunën. Nuk thëm asnjëherë që dhuna duhet mu përkrahë dhe mu mbështet. Mendoj që do të më përgjigj komplet shoqëria jonë e tendencat të tilla të cilat janë Na ju kemi përgjigj. Tepër të rrezikshme, sepse nuk është kjo çështje vetëm një subjekti politik. Pa dashur ta amnestoj Partinë Demokratike, e cila sigurisht që ka reaguar dhe ka qëndrimet e veta me këtë gjë. Mirë po, mënyra se si është menaxhuar kjo pastaj nga qeveria që udhëhiqet nga kryeministri Kurti. Dërgimi njësive speciale, patjetër e detyron një njeri që ka një vedije mesatare që të mendoj që ky ka qenë një skenari përgatitur në kuzhinën politike të Albin Kurti dhe televizës vetëvendosje. Dhe jo për ta atakuar vetëm në këtë rast individin, në këtë rast zotin Lushtaku, si një kryetari komune dhe si një ish udhëheqës i ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, si një figurë e shquare e ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, mirë po për ta goditur komplet një pjesë e shoqërisë tonë, e cila përgjatë sundimit apo qeverisë së zotit Kurti përgjatë këtyre 6-7 viteve ka rezistuar dhe nuk është përkullur përpara tij. Unë mendoj që ky ka qenë qëllimi i tij. Mos harroj, në Skenderaj zoti Lushtaku zgjedhët e fundit fitoi 80%. Prandaj po them fituesi me numrin më të madh, me përqindjen më të madhe në gjitha komunat shqiptare. Unë mendoj që Caku nuk ka qenë i rastishëm, ka qenë mirë i përzgjedhur, skenari ka qenë mirë i menduar nga zoti Kurti dhe për të arritur çfarë efekti? Ai ka dashur që duke e thyer zotin Lushtaku, si një njeri me këto karakteristika që unë i ceka, ta thyej komplet Drenicën dhe ta thyej komplet shtresën e shoqërisë së Kosovës, e cila ende nuk është përkullur përpara sundimit të zotit Kurti në Kosovë. Sa cinike tingëllon kjo që ta thyej Drenicën, nëse shkojmë në histori, sa kanë bërë përpjekje disa tjerë